nga një tjetër ditë, nga një tjetër vlog. Unë jam Bona dhe ky është kanali im YouTube-it. Ju uroj mirë se erdhët. Sot është ditë e shtunë edhe unë shkova që të bëj shpenzimet e javës dhe me të thënë të vërtetën kushtuan $215. Shumë, janë shumë lek njerëz që të shpenzor çdo javë. Edhe prandaj hapa këtë vlog sot në mënyrë që t'ju tregoj se si të qëndrojmë brenda buxhetit me jo shumë lek. Edhe sepse juve që jetoni për shembull këtu në Massachusetts e dini shumë mirë që Massachusettsi është një nga shtetet më të shtrenjta këtu në Amerikë. Domethënë nga një studim që ishte bërë këtë vit, California renditej në vendin e parë dhe pastaj vinte Massachusetts në vendin e dytë. Imagjinoni domethënë nga gjitha këto shtete që ka Amerika, Massachusetts është në vendin e dytë për shtrenjtësinë e jetesës. Kështu që tani do i bëj një supermarket haul të shkurtër me gjitha gjërat që kam marrë. Është i gjatë në fakt jo i shkurtër, nuk e di pse e them gjithmonë i shkurtër sepse janë shumë gjëra që kam marrë. Në këtë javë unë nuk është se kam menduar domethënë se çfarë do të bëj gjatë javës, edhe duke qenë se dhe Aleksi është po bën meal preps dhe është në një dietë le të themi në mënyrë që të bjerë nga pesha dhe ka folur me një nutricioniste dhe ajo e ka ndihmuar që të bëj gjëra domethënë hapasapi në mënyrë që edhe të bjerë nga pesha, por edhe trupin të mbaj në formë dhe të haj në mënyrë sa më të shëndetshme. Kështu që le të fillojmë nga supermarket haul edhe le ta bëjmë sa më shpejt. Okej, le të fillojmë me qesën e parë. Kam marrë spinaq, kisha dhe kos këtu në shtëpi që e kishte bler Alex përpara disa ditësh, dhe kështu për një ditë për shembull do të bëj black me spinaq. Kështu që iku një ditë. Tjetra kam marrë piperka nga këto të voglat, kam edhe gjiz aty në frigorifer dhe një vak tjetër për shembull është piperka me gjiz për në darkë për shembull. Bizele, gjithashtu kam mish në ngrirje në mënyrë që të bëj për shembull një gjell me patate dhe me bizele dhe me pak mish, iku dhe një ditë tjetër. Këto janë misra, pica të vogla për fëmijët. Dyja unë i përdor për Aleksin është gjoks pule në mënyrë që të bëj Aleksi meal prep, mish pule përsëri po i grirë, carrot cheese, to hash brown. Hash brownit nëse nuk e dini janë patate të grira në rende që i kam formuar kështu domethënë në formë katrore, i bëjnë në formë mbullaki që mund të gjeni në Dunkin. Edhe thjesht i skuq, po janë të ngrira domethënë dhe janë më shumë për shpejtësi, like fast food. Kemi këto string cheese për fëmijët. Mora lule, një nga këto të voglat ishte gati $4. Shumë, i thon ju, po ne janë hapur blueberry-t. Okej. Shpresoj që të mos jenë shtypur aty, po gjithsesi. Mora blueberry sepse fëmijët e mi pa fruta nuk bëjnë dot. Unë do të thoni ju tipo mos kishe beka nuk ja vëllin frutat, por duhet ja vëllin njerëz. Frutat janë të shëndetshme edhe i mbajnë fëmijët të shëndetshëm. Sheg, domate, moll, patate, avokado, lule shtrydhe dhe cheese. Pjesën tjetër do t'ja tregoj kështu sepse do t'ja treguar ashtu një nga një, thjesht më marrin shumë kohë. Tani këtu kam marr kopan kapule dhe ky mund të jetë një vak tjetër, domethënë kopan kapule bashkë me patate, domethënë bësh tav pule me patate dhe me kopan kapule. Ikën 3 ditë, domethënë 3 vakte. Tjetër kam marr peshkun, edhe këtë mund ta bësh me oriz, për shembull mund ta bësh me patate ose thjesht me perime. 4 ditë. Këtu kemi English muffin që ne i përdorim për mëngjes. Banane kam marr 2 sepse mund të bëjmë banana bread, mund të bëjmë edhe fëmijët i hanë mëngjes për mëngjes. Kam marr 2 kunguj që të bëj jack o' lanterns me fëmijët. Kam marr këto makarona që me pak mish mund të bëj një supë. Kam marr këtë salcën që s'e kam marrë ndonjëherë, por është salcë me perime, do thuash ti mund ta bësh edhe vetë këtë, po thjesht duhet ta provoj një herë edhe të shikoj pastaj se si do na pëlqejë dhe herës tjetër mund ta bëj vetë. Kam marr këtë që marr gjithmonë, lëngun e pulës, portokalle, kastraveca, mora këto bajamet. Kam menduar që të mos i ble më snacks fëmijëve sepse janë me shumë sheqerna edhe dua që ti filloj t'i bëj vetë. Kam marr vezët, avokado, gjeta këtë lloj mjalti që është super i mirë, thotë që është organic, ra honey, edhe shpresoj që
Qeti mirë edhe nuk e di sa ishte, se baj më në fakt, po më duke se ishte diku tek $5. E të shikojmë se si do jetë. Gjeta këtë kafen, që kjo është me maple coffee, maple, këto makaronat, moll, patate sweet potato dhe këto i marrë për Alexin. Këtë ëmbëlsirën, qofse shkoni në Trader Joe's, është kaq e mirë, po kaq e mirë, nuk e keni ide domethënë. Tastes like heaven, do të thoja unë. Cereal, këto çajrat me shake për Alexin. Oriz, mora këtë chopstick, edhe paka shumë këto ishin tani. Do me thëmë, paka shumë me ato që unë ju tregova, si për shembull një ditë mund të bëni lakër me spinaq, edhe me kos, një ditë tjetër tav me patate në furrë edhe me kopan kapule, një ditë tjetër oriz me salmon, një ditë tjetër gjell me mish edhe me bizele. Çfarë tjetër ju tregova? Një ditë tjetër për shembull mund bëni makarona me mish të grirë ose me meatballs. Do me thënë, me shumë pak gjëra unë mund ta kaloja javën, por duke qenë se kemi edhe gjëra të tjera si për shembull frutat, perimet që duhet të marrin, do me thënë, të gjitha këto, nuk e di ku e lash faturën, po ja ku është këtu, të gjitha këto që unë kam marrë kushtuan $216. Por që me ato ish paka shumë që ju tregova, do me thënë, si punë vaktesh, mund të shkoj diku tek jo më shumë se $100. Por që unë nuk di shumë që të bëj, do me thënë, si them, prokopi, të qëndroj brenda buxhetit, sepse kam edhe shumë gjëra të tjera, do me thënë që siç thash, fëmijët e mi kanë qef frutat, kanë qef snacks e gjëra kështu, megjithëse unë thash që snacks do filloj që t'i bëj vetë dhe nuk dua që t'ju jap në fëmijëve snacks që merren nëpër dyqane, sepse janë të mbushura me sheqer, ka disa ingredientë, domethënë që unë nuk e kam iden fare se çfarë janë, e jo më t'ja jap fëmijëve që t'i hanë. Kështu që po këtë gjë jemi duke bërë tani, edhe në këtë mënyrë nuk harxojmë edhe aq shumë leka, sepse dhe snacks janë goxha të shtrenjta, kështu që po. Flames on winding roads. Nature hums in sacred chords. Memories drift as breezes play. Yesterday fades away. In these moments we are free. Captive hearts like falling leaves. Catch the wind in endless flight. Lost in autumn's amber light. Falling leaves, a twist of fate. Life's a dance we celebrate. Changing seasons ever bold. Stories in the leaves unfold. Amber flames on winding roads. Nature hums in sacred chords. Mom, can I make it hot? I can make hot. What? Transoje. What's that? Stir it. Mix it. Çabuk. Yeah. Okay? But you have to do it slow with this. Like this. Okay? Let me put some of this. That again? Oh, Mom. Позже. Slow, okay? Sure. Transoje. Oh.
Të ishme me këtë. I'm doing it. Bravo. Do hashtë janë gjitha kështu? How do I do this? Leaves are falling one by one. Yet in your eyes, the day's not done. With every year, your beauty grows. Like autumn's hues, where love still flows. Time may pass, but love won't fade. In every breath, you're still my shade. Like fallen leaves that dance in flight. You shine much brighter with the night. Batman! Look at the paper sheet. Ice cream! Get in the picture, Mama. Hey, mirëmëngjes, ka një tjetër ditë e këtij vlogu që ka një javë që është nisur, por që nuk ka përfunduar akoma, sepse kisha një problem me videon e home tourit që hodha dje në dark, pasi pas ka shumë kohësh, pavarësisht se kisha bërë domethënë 1000 subscriber, më shumë se 1000 subscriber, jam tani aktualisht domethënë jam tek 1400 subscribers, por nuk kisha bërë monetizimin, e bëra edhe nuk e di, kisha një problem me të, nuk po më postoheshin videot, nuk e di pse, por gjithsesi e zgjidha atë problem, kështu që mundaj që ta postoj videon e home tourit pjesën e dytë, kështu që juve që nuk e keni parë akoma, ju ftoj që të shkoni ta shikoni. Por që, po, ja, të ku jemi tani, do të filmojmë edhe këtë ditë dhe pastaj besoj që do e mbyll vlogun në mënyrë që ta postoj të mërkur, kështu që do të keni një vlog së shpejti, pasi videon e fundit e hodha dje në dark. Edhe kështu që, po tani ju jam veshur, si shikoni, jashtë është goxha ftohtë, kanë rënë shumë temperaturat, edhe do të iki në Big Y sepse më duhet që të marr ujë edhe të gjëra të vogla kështu. Dhe kështu le ta nisim ditën sot.
Po erdha në shtëpi, shkova në Biguaj, siç edhe ja u thash. Gojën pak kamerë. Edhe do t'ju tregoj pak disa gjëra që mora. Një udhëtim ose trip, si mund ta themi, vogël deri në Biguaj, edhe ikën $70. Edhe unë që po mundohesha t'ju thosha jurin e parë, domethënë se si të buxhetoni lekët tuaja, se si ta mbani shtëpinë në buxhet. Dhe ja. Kaq pak gjëra që do ja u tregoj tani, shkuan $70. Nuk shpëton dot. Thjesht nuk i shpëton dot kësaj ekonomisë të sotme që të gjithëve na ka rënë. Gjithsesi, mora vezë. Gjithmonë që merrni vezë, nuk e di nëse jo kam thënë ndonjëherë, por që kur unë i marr në Trader Joe's janë ato që thon pasteurized. Oh man. Ato që thon pasteurized eggs ose këtë firmën Land O'Lakers. Edhe kjo është shumë e mirë. Mora këto cereal për fëmijët, i han ndonjëherë në mëngjes përpara se të ikin në shkollë. Mora mozzarella sticks. Sepse këto i kanë qef shumë të dy fëmijët. Ky lloj qumshi që është me protein, ka 3 lloj flavors, më duket se ja kam treguar edhe një herë tjetër, por është super i mirë edhe për fëmijët, por edhe për veten tuaj. Unë i kam qef të 3 flavors, në fakt ka me lështrydhe, me çokoladë edhe me vanilje. Mora këtë salsën që është tamam si ajo tjetra marinara sas, po thjesht ka emrin ndryshe, quhet salsa prego. Këtë unë e përdor për lasagna, për makarona, sot do bëj ca makarona me meatballs për drek, kështu që prandaj e mora. Mora këtë aromën, që është për në shtëpi, e vendos në prizë edhe ka aromë shumë të mirë, siç mund të shikoni këtu ka atë aromën e çarçafëve të larë, edhe është super e mirë. Edhe gjalpin, mora këtë firmën e vezëve, s'është e njëjta. Edhe gjalpin, ky është shumë i mirë, mora një piper të kuq, mora këto që janë për të përdorur për në banjë që t'i japin aromë të mirë, edhe ujin e bëj ngjyrë blu, edhe meatballs që të bëj makarona sot. Paka shumë të gjitha këto ishin gjëra që unë bleva edhe një ujë, dhe të gjitha kushtuan $70. Kështu, tani le të vendosim gjërat për vende, kam përdorur edhe ca pastrime në shtëpi, duke qenë se Aleksi me fëmijët kanë dalë jashtë. Le të përfitojmë nga rasti edhe të bëjmë gjëra që na duhen kështu rreth rrotull shtëpisë, edhe të organizoj edhe këto gjëra që solla nga dyqani. Dhe kështu. Por para se të filloj me punë të shtëpisë, doja që t'ju uroja të gjithëve gëzuar një muaj të mbar, sepse sapo kemi hyrë në muajin e nëntorit, dje ishte data 1 oh my god, ç'po them. Dje ishte data 1 nëntor, kurse sot është data 2 nëntor. Shpresoj që të keni një muaj sa më të mbar, të kaloni sa më bukur me familjet, me fëmijët tuaj, edhe të keni sa më shumë shëndet, sepse ju e dini parimin tim tashmë, shëndeti është gjëja kryesore mbi gjithçka tjetër. Për mua po ke shëndeti ke të gjitha. Të gjitha gjërat shkojnë e vinë. Vetëm shëndeti nuk e çfarë i bën. Kështu që shpresoj dhe uroj që edhe juve të keni sa më shumë shëndet dhe të jeni sa më mirë, të kaloni sa më bukur, dhe shpresoj që të shikoni dhe videot e mia, merrni dhe juve një kafe tani, sepse unë kafen time e mbarova, po nuk piva kafe në mëngjes. Kam më çmendi ky telefoni sot, nuk e di pse s'po qëndron këtu, gjithsesi. Merrni një kafe dhe shijoni vlogun bashkë me mua. Sot unë, siç e thash, hodha një video tjetër që ishte home tour, pjesa e dytë, sepse në pjesën e parë e kam bërë, edhe shpresoj që ta keni parë, ta keni bërë share, comment, likes, edhe doja që t'ju thoja që në momentin që shikoni videot e mia, lerni edhe ato reklamat që të luajnë, sepse në atë mënyrë edhe unë përfitoj. E di që juve nuk përfitoni gjë, sepse juve thjesht doni të shikoni videon edhe doni që ta bëni skip atë reklamën, por që nëse doni të më ndihmoni dhe të më suportoni, ju lutem lerni reklamat që të luajnë edhe që të rritemi sa më shumë të gjithë bashkë dhe të krijojmë atë komunitetin ton të vogël edhe të bukur që tashmë e kemi krijuar, edhe unë jam shumë e lumtur, sepse për mua nuk kanë shumë rëndësi numrat. Rëndësi ka që e di që ata njerëz që më ndjekin, ato vajza që më suportojnë dhe që më shkruajnë në komente edhe në për të gjitha, domethënë e di që me të vërtetë i pëlqejnë videot e mia edhe jam shumë injoze për këtë gjë dhe ju dërgoj një përqafim dhe një puthje nga larg.
Shpresoj shumë që nëse një ditë vinë në Shqipëri dhe ka vajza që më ndjekin nga Shqipëria, nëse më shikoni, nëse e dini që jam aty, mos nguroni që të më shkruani, që të takohemi, sepse dhe unë kam shumë dëshirë që të takoj shoqet e mia tashmë virtuale, por që edhe pse jo të takohemi edhe drejt për drejt. Gjithsesi, tani le të ikim të shkruajmë punët edhe ku jemi sërish këtu në kuzhinë, pas shumë orësh, domethënë që nga momenti që u fola në mëngjes, por që bëra drekën, sot për drek e bëra të thjesht, makaron me meatballs, më duket se ja u thash në mëngjes, më duket. Edhe shkuam në Starbucks, mora këtë pijen time të preferuar, që siç e shikoni ka ngelur vetëm pak në fund. Pink drink, morëm edhe fëmijëve nga një cake pop edhe gjëra kështu të vogla, domethënë morëm nga një kafe, ndajmë pak aty. Edhe tani erdhëm në shtëpi dhe jam bërë gati që të përgatisim meal preps për të gjithë javën. Tani jam duke bërë mish të grirë. Edhe pastaj kam edhe një mal me gjëra të tjera për të bërë. Doja që të filloja me sweet potato, por që nuk i kam marrë, më mbras Aleksi. Edhe nuk i kam ato, kështu që nisa me mishin dhe pastaj të shikojmë të bëjmë domethënë gjëra të tjera, por që po, këtë gjë jam duke bërë tani. Dhe po. Duke qenë se jam vetë këtu në shtëpi, por përfitoj nga rasti që t'i tregoj disa gjëra që mora herën e fundit që shkova në TJ Maxx. Më duket se i mora në TJ Maxx. Janë vetëm 3 gjëra të vogla që janë për të veshur tek këmbët dhe do ja u tregoj tani pa humbur kohë, pa erdhur fëmijët, sepse pastaj e dini që po erdhen ata, ose do bëj zhurmë ose nuk do më lënë që të xhiroj, kështu që po ja u tregoj tani. Të parat janë këto, që janë si pun pupash do të thoja unë. Nuk janë Uggs, janë thjesht një model i thjesht, domethënë imitim i Uggsave. Kanë këtë materialin kështu si punë pellushi, që të mbajnë kaq ngrohtë dhe janë kaq të rehatshme, mund t'i veshësh shkurje në shtëpi, mund t'i veshësh shkurje edhe për jashtë me një kostum sportiv për të dalë thjesht për një kafe, me një çantë sportive, edhe janë super perfekte. Shikoni se sa të lezetshme që janë. Edhe kjo ngjyra kafe kështu shumë e bukur. Po që po i mora vetëm për $12 dhe janë super, nuk di domethënë. Ta bëjnë këmbën kaq ngrohtë val gjatë gjithë ditës. Tjetër gjë që mora janë këto çorapet e shkurtra që i shikoni zakonisht në këtë sezonin e Krishtlindjeve. Unë zakonisht këto çorapesh i marr të gjata sepse dua që të më mbajnë sa më ngrohtë, por këtë radhë pash këtë versionin e çorapeve të shkurtra dhe thash pse jo, vinë në këtë ngjyra të ndryshme, kafe, të bardha, roz. Kjo ishte rosi, ja futa kot tash kafe. Me këtë ngjyrën kështu si gri e mbyllur, me të bardhë, edhe janë super të lezetshme. Këtu më duket se janë 1, 2, 3, 4 copë. Dhe kjo mund të jetë një ide shumë e mirë edhe për Krishtlindje, për shembull, nëse doni që të bëni një basket të vogël me gjëra për një mikun tuaj ose këtë diun edhe për familjar, për shembull, ose është një palë çorape, një lip gloss, një spray për trupin apo gjëra të tilla, domethënë, edhe është një ide shumë e mirë. Tjetër, edhe këto për të vendosur nga këmbët, janë këto pupat që janë super të rehatshme, ta mbajnë këmbën val edhe këto, edhe për gjitha vajzat domethënë që i kanë këmbët e ftohta gjatë gjithë dimrit, sidomos në dimër domethënë, sepse unë ashtu jam gjatë gjithë kohës këmbën më rin akull. Por me këto kam gjetur rahat edhe më ri këmba super e ngrohtë sepse vinë me këtë, janë si punë pambuk, si punë pellushi brenda, nuk e di. Janë përveç se të rehatshme, kanë edhe pjesën e mbrapshme, kështu që të mos rrshqasësh, domethënë, janë si punë ngjitsesh, që në momentin që shkel qoftë në pllaka, në parket, të mos rrshqasësh.
Edhe ka edhe për burra nga këto, ka edhe për fëmijë dhe mund t'i merrni në Walmart, në Target, në Burlington, TJ Maxx, i gjeni kudo domethënë, por që janë super, ja u rekomandoj shumë, sidomos për vajzat tash që i kanë këmbët e ftohta gjatë dimrit, janë perfekt. Edhe kështu, këto ishin gjëra që unë doja t'ju tregoja dhe tani le të vazhdojmë që t'ikim të merremi me meal prep sepse me të vërtetë që kam shumë gjëra për të bërë. Ora u ndrua sot, më duke se këtu në Shqipëri u ndrua një javë përpara, por këtu ndrohet më vonë, domethënë sot u ndrua. Edhe tani është ora diku tek 3 apo 4 mbas ditës, nuk jam shumë e sigurt, por që po kam shumë gjëra për të bërë, kështu që le të ikim, le të lëm fjalët edhe të vazhdojmë me orarin. Angela. Yes. Good morning. Jo, good morning. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, se kanali është në Shqip, por nuk e di, ndonjëherë thjesht vjen natyrshëm. Që të thuash kështu sepse gjithsesi ja ku jemi sërish në një tjetër ditë, t'ju tregova pak atë rutinën time të mëngjesit përpara se të ikin në punë. Sot kemi punë, por kemi trajnim, kështu që fëmijët nuk janë në shkollë, por unë jam. Sot do iki shumë më shpejt, sepse zakonisht puna ime fillon në orën 9, por sot do të fillojmë në orën 8, kemi trajnimin 8-2, kështu që po mendoj që të shkoj deri në Dipin Done të marr ndonjë sanduiç nga ato të preferuarat e mia, edhe ndonjë kafe, por nuk e di sa kohë do kem, se ora është 7:30, unë në orën 8 duhet jem aty, kështu që të shikojmë e bëjmë rrugës. Po që nëse shkoj do t'i marr me vete, edhe kështu t'i marr me vete një ditë në punë. Jemi të vonë. Hello, je ku jemi sërish pas pune, mbaruam punë me training, me të gjitha gjërat domethënë që duhesha. Edhe tani le të ikim në shtëpi tek bebushat, sepse po na presin. Fëmijët sot nuk ishin në shkollë, siç edhe ja thash në mëngjes. Tani ora është, unë e lash punën shpejt sot, sepse mbaruam shpejt, nisëm shpejt, në fakt edhe mbaruam shpejt. Dipin Done që ju thash që do e merja me vete, nuk ju mora dot, sepse kisha një mbajtse për telefonin këtu në makinë, por që Aleksi duke menduar që do mbinte një tjetër, e hoqja atë, edhe nuk isha se ku ta lija telefonin që të xhiroja dhe të bëja apo nxitoja, makina kishte shumë aty në drive-thru, plus që unë bëra edhe vonë, sepse mendova që po të nisesh në orën 7:30, në orën 8 do isha këtu në punë, por ajo është në anën tjetër të shtëpisë time, kështu që më mori gati gjysmore, domethënë të shkoja dhe të kthehesha të shkoja të vija në punë pastaj. Gjithsesi, tani do ikim në shtëpi. Kam menduar që të bëj një gjell me patate edhe me mish, por puna është se nuk e kam nxjerr mishin nga frizeri, kështu që nuk e di. Shpresoj që të mundem ta bëj. Okej, tani le të ikim edhe të fillojmë punë me gjërat që kemi për të bërë.